Albina, e ne jemi rritur me Florin. Do të thonë unë kam nisur të shoh kur isha shumë e vogël, edhe vazhdoj të shoh tani akoma tek piranjat edhe tek angazhimet e tjera. Mirë se erdhe, faleminderit që pranove festën. Edhe tash po të shohim live. Se si më gjan kjo pjesa kur thon shumë, unë kam parë që kam qenë e vogël. Sa kilometra kanë ikur. Shumë shpejt. Është vërtet, jo, me gjithë mendu që një karrierë shumë e gjatë televizive që ne të kemi parë vërtet kur ishim të vegjël që në fillim 21 vite, po kur 21 vite. Kur i kujtojmë kështu thu unë para 2 vjetësh kam filluar. Po nuk duket sikur ke ndryshuar shumë. Jo, fatmirësisht jo. Falenderoj genet e mi, ADN-n, për arsit. Si do ta përshkruaj veten me 3 fjalë? Veten me 3 fjalë? Po. Sa kohë kam? 2 minuta kohë. Unë jam një njeri që i vogël, pra nuk është se kam parë diçka që më ka bërë të mbaj këtë mendim, por që i vogël e kam pas brenda meje thirrjen për t'i dhënë drejtësi çdo gjëje. Qoftë edhe në lërat që bënin poshtë pallatit, me shokët, me shoqjet, pra nuk bëja do t'ile, i kisha shumë bezdi, domethënë që edhe me shokun tim të skuadrës të bënim hile ndaj tjetrit, thonë, hajde marrim me zotësi këtë gjë. Nëse jemi më dobët, duhet të thotë që ne duhet të përmirësohemi. Nëse jemi më mirë, thotë që ne jemi më të mirët. Dhe kur i bëj padrejtësi më të vegjëlve në lagje, sa herë kam hongër dru duke mbrojt kalamaj që as nuk i njihja, po vetëm shumë. Pse ja morë topin aty se topi aty i fëmijës vogël? Tau. Po si ja del në këtë botë o Flor të jetosh duke qenë i drejtë? Është e vështirë, humbet shumë gjëra, humbet shumë njerëz rreth për çka këtej, por humbet njerëzit jo të duhur, dhe kjo është gjë e mirë. Okej. Pranë të rrin ta njerëzit e duhur. Humbet disa gjëra që disa njerëz i quajnë privilegje, po unë s'do i quaj privilegje kur ti merr diçka që s'është e jotja. Dhe ja shesësh botën sikur kjo është e ime dhe ka marrë me zotësinë time. Është problem. Është problem i madh. Është modë, është kthyer në modë dhe këtu kanë shumë njerëz që duan ta ndjekin modën. Tani të ndalemi pak tek aktrimi. Kur erdhi kjo thirrja e brendshme për të bërë aktor? Se ne të kemi parë edhe si aktivist goxha të fuqishëm. Vetëm nga brenda s'ka ardhur kjo thirrje për të bërë aktor. Erdhi nga jashtë. Jo ta them se e kam treguar edhe në shumë raste tjera, po kjo ka qenë një zotësi që e kam pas që i vogël që imitoja të gjithë shoqet klasës, mësues, dhe i quaja si një aftësi karagjoze të cilën të rriturit që ishim për rreth meje, qoftë edhe prindit thonë, se lenon, është turp, mos u bëj karagjoz, do ngelesh pa punë. Jo pa punë që nuk ngel. Pra e quanin si dobësi time në faktin që unë kisha aftësinë për të imituar njerëzit për rreth meje. Dhe në 8 vjeçare, nga që kishte dalë nami që Flori imiton gjithë mësuesit, drejtorin, nëndrejtorin, kështu ke provimet e lirimit, nëndrejtori i shkollës më tonte të më kapte mua keq dhe më thotë do i thuash përmendsh të gjithë 40 vjershat dhe prozat që kishit për të mësuar përmendsh. Dhe unë e dija që diçka e tillë do ndodhte, sa ai e kisha hal në sy faktin që dinte që një nxënës se imitonte atë. Dhe ja thash të gjitha. Të gjitha. Nuk ngeca ke asnjëra. Tani i than zyshat, me që Flori e bëri atë që deshe ti, do bëj atë që duam ne, imitoj çik në drejtori. Dhe e kam marrë provimet e lirimit, jo vetëm prej vjershave, po edhe duke i bërë imitime të gjithë gjërave që bëja unë atëherë. Dhe në gjimnaz, në vit 4, ishim bashkë me shoqët e klasës, të ftuar, por në atë kohë emisionet e darkës, siç ishte Top Show, hapnin dyer dhe vinin njerëz nga rruga, uleshin, shikonin, debatonin, i thonin ngrenin dorën, thonin unë nuk mendoj këtë gjë ose flisnin me të ftuarit. Pra kishte një lloj marrëdhënie shumë të bukur. Dhe një ditë rastisëm, hajde shkojmë të shohim të Top Show. Rastisi që ishin stafi Portokallis, që sapo kishte filluar, kishte janë 3 javë që kishte filluar Portokallia atëherë. Top Show, ne? Top Show, po, në 2004. E drejtonte Dudushi, kam thënë. Dudushi, po. Dhe në qendër ishte Agron Llakaj dhe këta të klasës më thonë, "Ik më thuaj që ditë bosh imitime." Po jo, më thoya, "Unë çfarë?" Atë pas kanë qenë dhe ata. Po, unë e bëj për gallati, thash, mba ata kanë bërë shkollën, nuk mund të shko më thë. Po jo, thon si ti thon ata me shkollën pa shkollë dhe më shtym ky shoku Edi. Po hik dhe bie me gjithë karrige, unë kështu. Dhe më shef gonin, thot, "Je mirë thot, kara sheqeri, ç'a ke?" I them unë, "Përshëndetje, unë jam Florian Mine, ditë bëj imitim." Se tash ishte emocionuar. Shifje gonin e hajde tha të hënën, tha, provoj, tha, edhe shkoj të hënën, unë bëj audicionin, mu dritë dora, më rrifte zemra fort, se emocionin madh, shkruaj një tekst atë vogël, edhe shkruaja unë si doktorët, as vetë se mre vesh çka kishe shkruar, aty dola bëra imitimin, tu qesh gonë me lot. Kë ke imituar? Edi Ramën. Okej. Edhe sa kisha filluar ta kapja si karakter atë.
Goni duke qesh me lot, thash me vete që kam skandal fare, po me këtu qesh me imitimin tim. Thirri gjithë trupën. Hajde shifini. Pa, tash ndo fliqi para të gjithëve tash. Bëj edhe një herë ta. E bëra edhe një herë, gjithë tu qesh tash. Floro që ke grop. Më thot mbaj hapur telefonin se do të marrim. Okej, kur dal nga ty, shoh një djalë tjetër që ai kishte bërë audicion, tha, "Ç'a thanë dhe ty tha mbaj telefonin hap se të marrim?" Po i thashun, "Kan 3 javë që ma bëjnë mua, tha, nuk të marrin." Po mirë, më unë e provova. Atë ditë mbas dite bie telefoni, jam Angela Çikopana, tha, asistent regjisorja, javës tjetër fillon Portokalli. Si ishte për ty ai momenti? Ishte një ndjesi e pashpjegueshme, edhe sot nuk di ta shpjegoj ose t'i jap një njësi krahasuese nga ana emocionale, sepse nuk e dija çfarë më priste. Pra e dija që do shkoja, por nuk dija çfarë emocionesh do merrja. Atyre shtëpis nuk i thash fare asgjë. Ndërkohë vije pa një background në aktrim. Absolutisht. Edhe kjo ka qenë një nga meritat më të mëdha të Top Channelit, edhe ja di gjithmonë do ja di për nder Agron Llakajt, sepse ai në një farë mënyrë tek unë pa veten e vet, sepse edhe Agroni kur u bë një orë nuk kishte një shkollim për aktrim. Kishte një shkollim tjetër. Pra ishte një lloj talenti bio i mbir në një cep të Shqipërisë, kështu që kjo ishte mënyra se si u zhytëm në aktrim.